Mos i trego askujt. Një burr i shkretëtirës duke ecur në shkretëtirë, me devin e tij e has një burr që po vdiste nga etja. Burri i kërkon ujë për hir të Zotit. Ky zbret nga devja dhe i kishte dhënë ujë. Burri që piu ujin e shtyu burrin e shkretëtirës dhe hipi në deve dhe filloi të ikte. Burri i shkretëtirës nga pas bërtiti, në rregull, po ma vjedh deven, mirë po kam një lutje nga ti. Mos i trego askujt për këtë që ndodhi. Hajduti pa e kuptuar kërkesën u ndalë dhe e pyeti pse. Njeriu i shkretëtirës ju përgjigj: nëse i tregon dikujt, kjo përhapet nga goja në gojë dhe me asnjëherë njerëzit e shkretëtirës nuk ndalen t'i ndihmojnë atyre që kanë nevojë në shkretëtirë.